thot Sheikh Salih Fauzani hafidhahullah, ka qenë një betejë mes dy fiseve të Medinës, për fiseve më të mëdha të Medinës, El Aus wal Khazraj. Ka zgjat lufta mes tyre 120 vjet. Luft mes këto dy fiseve. Luft 120 vjeçar. Kush e ndali këtë luft? Kush e gjemat fjalën? Kush e mbylli? Kush i pajtoi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Erdhi me Islamin, erdhi me tauhidin e pastër, me sunetin e tij, larg shirkut, larg bidateve, larg përçarjes. Se nëse ne duam të bashkohemi, nëse ne duam të bashkohemi, domethënë, kur themi ne duhet bashkim, çfarë bashkim duhet bëhet? Duhet domethënë edhe unë, edhe ti pranojnë fjalët e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Unë domethënë me dal jashtë vetes time, jashtë traditave të mia, jashtë fjalëve të babin tem, jashtë fjalëve të babgjyshin tem, edhe ti po ashtu dalish jashtë atyre gjërave. Edhe me qenë ajo që na gjikon neve të dyve, Kurani dhe Sunneti, atëherë ka me ndodh bashkim. Jo unë i marr tekat e mia, ti i merr tekat edhe jo zbashkë, po nuk ka bashkim aty. Çfarë bashkim ti do? Edhe këta El Aus wal Khazraj, para se me ardhi Islami te ata në Medinë, kanë qenë në luftë 120 vjeçare. Ne mundet të paramendoj domethënë sa të vrar kanë atë luftë. Erdhi Islami që i unifikoi, do thonë i lanë të gjitha ato traditat e tyre të kufrit dhe të shirkut dhe çështjeve të ulta të xahilietit, dhe ishin të gatshëm me plot sinqeritet ta përçafojnë Islamin, ta pranojnë Islamin, edhe e pranuan, edhe ishin sadiqin, të sinqert dhe besnik. U përmbyll ajo luftë. Domethënë, armiqësi të egër. Ajo armiqësi të egër u shëndru në miqësi dhe afërsi dhe dashuri dhe lojalitet. Sepse hyrën në Islam udkhulu fi silmi kaffatan. Si ka thënë Allahu Teala, hyni në Islam në tërësi, plotësisht. Jo 99%. Jo, 100%. 100%. Prandaj ne themi mes nesh dhe juve janë librat e selefit. Mes nesh dhe juve janë tekstet e Kuranit dhe Sunnetit. Kjo është barakallahu fikum. Atëherë ka me ndodh bashkim. Atëherë domethënë këto çështje ihtilafat, mos pajtimet, përçarje, ngrindje, luftra do përfundojnë. Edhe marri fund domethënë mas 120 vjet. Erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i bëri vëllezër me plot kuptimin e fjalës. Paramendoni. Masi që erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, pastaj ishte lufta e Bedrit. Këta Aus wa Khazraj deri para do vite ishin në të dy anët të kundërta në luftë. Tash ishin në të njëjtin saf, me safet e monoteistave. Në kryet aty nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke i luftuar domethënë njerëzit e kufrit dhe të shirkut. Kush i bashkoi? Islami i pastër.